Diamant Hyssenaj hap fushatën për Kongresin Amerikan, pjesë nga fjala e mbajtur para komunitetit tonë. Ndërkohë, Diamant Hyssenaj organizoi gjithashtu një mbledhje fondesh me shqiptarëve në New York, duke theksuar rëndësinë e përfaqësimit të komunitetit nga një prej vetë shqiptarëve. Ai u shpreh se përfaqësuesi aktual në Kongres nuk ka bërë asgjë për komunitetin shqiptar në rajonin e gjerë të Ballkanit Perëndimor dhe ftoi mbështetësit të kontribuojnë në fushatën e tij. Diamant Hyssenaj, një sipërmarrës i njohur shqiptaro-amerikan, hapi zyrtarisht fushatën e tij për Kongresin Amerikan në distriktin e 14 të New Yorkut, duke mbajtur një fjalim të fuqishëm para komunitetit tonë. Ai theksoi se ky moment vjen pas 10 muaj sakrifice, vetë financime dhe punë intensive, me bindjen se banorët e distriktit të 14 meritojnë një zgjedhje të vërtetë, një përfaqësues që njeh realitetin e tyre. Jemi lodhur duke pritur, duke u injoruar e duke dëgjuar se ky distrikt është i humbur, u shpreh ai. Hyssenaj rrëfeu historinë e tij si emigrant shqiptar i rritur mes vështirësive që ndërtoi karrierën nga zero dhe sot synon të shërbejë në vendin që i dha mundësinë për të arritur sukses. Ai vuni në dukje sfidat që ka kaluar, nga humbjet financiare, nga largimi nga dheu, duke theksuar se çdo pengesë ka forcuar dhe ka bërë të vendosur. Duke folur si shqiptar-amerikan, ai nënvizoi trashëgiminë e qendresës shqiptare ndaj perandorive rreth regjimeve dhe lidhur me garën politike shprehu kritika të drejtpërdrejta ndaj përfaqësuesës aktuale të distriktit, për cilën tha se nuk ka realizuar asnjë ligj në 6 vite. Hyssenaj theksoi se nuk pranoi të ndryshojë parti për oportunizëm, duke deklaruar se vlerat e tij, familja, feja, liria, puna përputhen me atë që i quajti rruga e dur. Ai u shpreh se një kandidat republikan në qëndrimet e moderuara, i rritur në një familje tradicionale demokrate, që sot beson se partia nuk përfaqëson më interesat e njerëzve të punës. Në fjalimin e tij ai renditi prioritetet kryesore të fushatës, mbështetje në familjeve punëtore, sigurinë publike, përmirësimin e shkollave, mbështetje për bizneset e vogla dhe respekt ndaj komuniteteve të emigrantëve. New Yorku nuk është i humbur, tha ai, ky qytet meriton një rikthim.